Rikthehemi me bisedën në studio. Janë krijuar sigurisht shumë polemika me përfundimin e kampionatit Formula 1 me Lando Norrisin, kampion bote në F1. Me neve sonte për të diskutuar komplet kampionatin janë dy analistët e Formula 1-shit, Memli Morina, faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit për. Edhe pashtu në ekran tim të majt Lerant Hasanaj, faleminderit shumë që je zotëri me neve. Përshëndetje ndërua. Pyetja e parë Memli nëse më lejohet, për drejtona Lerandit. Po. Lando Norris kampion bote, me apo pa merit zotëri? E pse kishe kërë për me? Si, merë qashtë të vetë. Na jem kom nevoj më shpej. Shkojmë hapësira për neve. Okej. Lando kampion urime, a jem se. Faleminderit shumë ndërua. Diskutuar në verën dhe më thonë. Me apo merit ashtë po bojmë pak serios, pak po bojmë ajgare, po... Absolutisht, po edhe, natyra e misionit është... Kampionatin e fitoj, urime. Na mujna me bolla sa dush. Na mujna me bolla vetë sa dujmë. Unë e kom prit nashta në mesin e sezonës ma shumë të Pepi Astrit, edhe dykun të gara e 15 ose 16 mos gabosha, diferenca ka qenë 55 pikë. Në total. Pepi Astrit, Piastri për para Norrisit. Po. Nuk kom menu që shaj gap mundet më ngushtu në fund kampionatit, në gartë fundit, në rrethat fundit. Po, Lando nuk është për mu injoru, mirë po për krahja e madhe e ekipit, me në që ja ka mundësu qëta që u bo në garën e fundit. Unë e kësha krahasu me 2016, diçka që është. Titulli. Po. Respekt. Nika Rosberg. Respekt. A kemi edhe një tjetër që mujna me bukrasimi me ta? Jenson Button. Batoni. Mirë, për debatoni ma tepër më falni që u inkuadrova kështu. Jo, këtu për diskutim jem. Debatoni u kon diçka tjetër, nuk u kon për kraj ekipës, po thjesht po ka pas paknatësi në atë kohë, edhe nga piloti i dytë në atë kohë. Atëherë nuk më kujtoj sa. Ka qenë viti kur ka qenë i përzim me Alonso Niko. Jo, viti i Brown GP's. Brown GP. E ka pas me Barrichello në atë kohë. Atëherë titulli i kampionit në atë vit është vendos 9 garat e para, sa i ka fitu Brown GP-ja prej 11 garave, i ka pas fitu më duket 7. Edhe i ka shoku krejt. Me atë double diffuzorin. Me double diffuzorin, kërkur se ka prit. Po. Edhe atëherë kampionati u vendos në fillim, në tjerët e kanë rri ritmin, sidomos Red Bull e ka pas rri në ritëm shumë mirë. Me vetellën. Po nuk u konë mjaftueshme për me ju afru. Jo, Red Bullin atë kohë, vitin 2009 e ka pas Coulthardin edhe Mark Webber. Debutimi i Vettellit u kon në garën e Hungarisë që ka zëvendësu Kubicën, që kon i lëndu BMW, edhe të na kanë morë me njëherë kanë angazhu Pas nuk u koni përfshim me... Jo. Po fërës për vitin 2009. Po dhe Brown GP-ja kur bëhet kampion? Atëherë, në atë vit e di që Hamiltoni u kon në McLaren, edhe Alonso u kon në Renault, Kimi Raikkonen mos u kon, nuk më kujtohet, nuk e kom këthy kështu në retrospektime këshyr, mi po e di që Red Bulli u kam pas afru shumë shpejt, edhe Ferrari, mi po nuk u kon koha mjaftueshme për me mri pik sa të mjaftueshme për me enzon Batonin. Në vlerësim për Lando Norrisin. Po s'ti pse me bo vlerësim, tash njeri ka marrë pikë. Nëjse, më i me dhonë kështu mendime personale për rreth. Jo, po flasim në përgjithësi për ato që ka ndodhur gjatë këtij viti. Gjatë këtij viti kështu, për mua u kon viti më dramatik në kuptimin e amplitudave kështu të skajshme në performim sikur të disa pilotët, sidomos treshës parë, edhe ekipeve. Domthonë kemi fazën e parë, 2/3 e garave në fillim të çtinojit ku McLareni me Piastrin ka dominu kështu absolut. Bile deri në garën e Zandvoortit, gara e 15 ose 14. Dallimi mes Piastrit dhe Maxit ka qenë 104 pikë.
që është dallim i 4 gorave, 4 fitoreve, edhe 4 pike ekstra. Sikur më ju thon, djema që ku i keni 4 gora fora edhe një 4 pikë për hile edhe po garojmë. Edhe dallimi më i madh mes Moxit edhe Norrisit u kon dikon 7-8 pikë mas garës Hungarisë. Unë po folmi për një rikuperim që ka bu Moxi që askush në histori të Formulës 1 nuk ka mujt me bo për kaq pak gara. Unë për 10 gara kam më kon komplet këtë faqe tjetër. Jo veç më kon konkurrent për titull, po që më thon konkurrenti primar për titull, domthonë sot e kemi një rezultat që Moxi ka hup titullin për 2 pikë. Veç për 2 pikë. Domthonë dallimi në fund që distinore prej 24 pikëve me Piastrin është 12 pikë më tepër, ndërsa me Norrisin është veç 2 më pak. Kësi rekuperimin nuk ka ndodhur asnjëherë në historitë Formulës 1. Sidoqoftë Lando është kampion, është mu i me thonë që kësi titull me njolla, kam pasur atje edhe titulli i parë i Moxit është kozha i njollas, e dim ç'ish ka ndodhur. Hamiltoni ka pasur me vllokun. Mirë po ka dhe humbje dinjitoze. Një prej humbjeve dinjitoze është kur te hub titullin, mi pa fito garën. Ka një farë dinjitoze. Qa e që ndodhi dje vëdhjesht? Po. Përgjësi, muj me konsideru që kampioni i publikës, i shumicës publikës, sepse ka fansat Norrisit. Po, ja, nuk diskutohet. Edhe kanë arsye me... Jo, na thjesht po diskutojmë për detaje që kena pa gjatë sezonit. Që për ndryshe në aspektin logjik të thu ky ka marrë më shumë të pikë, edhe është kampioni, mbyllet diskutimi. Po çka ka ndodhur mbrana kampionatit është lënë shumë pikë pyetje. Ajo çka ja vlen me këto është një amplitudë e madhe e rënies ritmit Piastrit mas Monzës. Mas garës në Monza. Gara në Monza është pikërisht ajo kur ndrohet gjithçka mbrana McLaren. Fillimisht ajo thonë aty në Papaya Rules kishte që po Papaya Rules ka vlerë në shteg. I trajtojnë njëjtë pilot, kur në histori nuk ka vlerë, në asnjë ekip nuk ka mujt me fitu titull të i trajtu 2 pilot njëjtë. Nuk ka shans. Edhe pse FIA, Federata e Formulës 1 i ka ndaluar me urdhnat e prera në tipin me ndiku në rezultat, apet ka hapësirë që ekipet e bojnë. E kemi Piastrin, këtë një Piastri tjetër pej qasoj gare në Itali, kur i kërkohet me liru, mjalon pozitën e dytë Lando Norris, dhe e bon pa kur gjë tjetër, mi po, tutje është këtë një Piastri tjetër. Mi po, kemi edhe një dukurit çuditshme. Shembull, kemi gara, ku McLareni që i ka dy bolet njëjtë, në kualifikimet e ki Lando Norrisin për shembull 0.6 sekonda më shpejt se Oscar Piastri. Që të vlen shumë pikë pyetje. Nuk ka kur një farë logjike se Lando Norris e dim që nuk është pilot më i shpejt se Piastri. Po na gjatë Piastri është larg më i shpejt, më luftarak, më konsistent, këtë i ka parametrat më të mirë. Mirë po, filluan me kon garat në favor të Lando Norrisit. Komplet. Po. Edhe gara Amerikës edhe në Meksik. Edhe këtu është një çudi. Tradicionalisht, pista e Meksikës edhe e Teksasit janë kon pistat që kanë përshtatur shumë Red Bullit. Aty Red Bulli kur në faritmi s'ka pas. Ka dominu Lando Norris që nëse ka fitore ose ka merita tamam që më mi atribu pilotimit Lando Norrisit, janë vetë çdo 2 gara këtë vit. Çdo 2 gara kanë perfekt. Domthonë sikur në pistë sesionit parë në prova zyrtare, në kualifikime, në garë, u konë i pa gabush. Mbili, unë jam habit që është hera parë që këmë po naj vikend që ka kry Lando Norris që pa abu asë një katem. Veç që të 2 gare. Edhe këto bile kanë pos... Edhe nuk ka pos shumë vikende që s'ka bo gabimi. Ka pos... Çdo vikend ka pos diçka. Kemi ka pos gabime në start, ka pos gabime gjatë gjirove në race pace, ka pos... Soher ka pos presion, ai ka pos ndikim to. Po, mirë po edhe një diferencë e madhe është në për pit stop. I kena pos ziso pit stopa, Lando Norris 2 sekonda, 2.0, 2.1. Piastri 3.7, 3.5, 4. Më thonë, aty ka qenë
strategji ndryshme, start i gara me goma ndryshme që t'jep me kuptu që kom pas strategji. Besa, nuk e di a dy aso gara para fundit kja ajo ideja që mekanik tani kanë refuzu mi nda dhanat në zvete ekipet, u patën mbyll. Flap, të e bën strategjin tonë dhe ti tonë. Këto me gjas, këta ka bo McLareni bile sa kom pa unë e ka shti Lando, jo, nështë nuk e ka shti, po kanë diku që Lando mi mbyllu dhe ketë ato profilit e rrjetet sociale me konë kështu komplet i fokusun veç në gara. Po dukshëm për kraja McLarenit në fazën e dytë të tisin orë konë. Po, aja, s'do diskutem. Qa është edhe arsyeja pse njerëz janë iritu pak a shumë për rezultatin. E kemi pas Meksik, i kemi pas fishklimat, pavarësisht që arrin sukses së Norrisi kanë pas këtë vene ka fishklu. Në Itali është tradicionalisht vend. Ata kur se kanë, kur nuk e kanë përkra, kërkon jashtë pilotëve Ferrari. Heç kur. Me pas komplet publikën të bërtit të bëhet TV për Maxins, unë se kom pa kërkon ma shumë se atë. Në pyetje për të dytë, çka e ka diferencu McLarenin, bolidin e McLarenit në këtë sezon? Cila mendoni që ka qenë pika më e fortë e tyre? Po ata me qatë break ducks e patën mas pari diferencën në fillim, që i kishin frenimet ma të ftofta se sa ekipe tjera, edhe kjo u vrejt mas disa gareve, për do gazetarëve. Mandej me shpejtësin via drejta, thjesht edhe me DRS qel, Ferrari, Red Bulli nuk më ishtë nërgo kur gjë. U vrejke McLareni veçanërisht, për fushin që ka pas, edhe aerodinamikën e mirë. Megjithëse se mos të harrojmë që DRS-i këtë vit, edhe vitin e kalum dhe dikon për këtë vit, sidomos ma pak të i kalime ka mundësu se sa që ka pas shumë pak si vjetë u kuon manosin ma të mirë mund shumë 14 km në orë. Ma shpejt. Po, ku është në e gota, në Azerbajxhan? Bile ajo, ajo ku maksimumi, se normal ka qenë 10, 9-8. S'ke përfitu ma shumë. Po, në Azerbajxhan kena pas shumë pak të i kalime të drejtë, më do këtë me e gjatë është. 1.3 km. Po, ma është edhe një dukurit të kjo DRS-i, që është tash svoni është vrejt. O konë DRS deployment. Në momentit që ke prek pullën e DRS, nuk u konë që i nëzitim i shpejt, momental, për menherë ju ke afru shpejtësis maksimale të lejume. Po. Edhe ti mo, s'ke pas mundësi, ke pas veç pak që të... S'ke mujtë me shku për tej, mo? Unë e di që në shumicën e gora, nëse piloti pas ati që e ka ndjek, nuk e ka kriju para daljes kthesës fundit, para DRS-it, nuk ka mujtë me kriju afërsit mrena gjysë sekonde, nuk kam jaftu me kalu. Nëse u pra ajo kur kemi full në si vjet me hi në një sekundë konë po mënej paradoks, se të s'ke mujtë me te kalu, vërtetuaj. Nuk ka funksionu. Nuk ka funksionu. Shumica para kalimeve janë bobile në vene ku s'ka pas DRS heq. Si pas teje, çka ka dallu McLarenin si vjet? Është që kjo me break ducks që cipat kam pas diçka te kjo dizajni mbështjellësit të frenimit. Dizajni aty në break ftojes frenave që kanë balansu mirë edhe kanë rujt temperaturën e goma më mirë se tjertë, rrjedhimisht kjo si pasojë ka pas edhe gjatësinë më të madhe të gumave. Po më është edhe një sen tjetër nëse ju kujtohet. Në fillim janë konë të leju me Flexi Wings. Po janë konë, vërtet. Edhe ka shfrytzu McLaren. Ka pas McLaren më të mirë në piket. Bilen u konë i shpejt sa tjerë në DRS. Po. Tash llogaritën DRS sa kanë mujtë më konë ata. Tash është një vendim kontrovers këtu i FIA-s që e ndaloi këto në mes sezonit. Po. Filloi një herë me të farë kufizimit ana e ndaloi krejt. Po. Po, është edhe një vendim tjetër kontrovers që ka pas impakt në rezultat shtina, kampionati është vendimi i pit stopeve në Katar. Unë nuk po asnjëherë më herët mandatori me obligative me 2. Me obligative jo vetëm me 2, po një gjatësi, domthonë çfarë do lloj ti gomave që përdor, ke mujt të përdor çato goma veç 25 gjera. Po. Ajo është për mua diçysh e çuditshme
Po që dëshme se ti alen ekipit në dorë, nëse ekipi ka vendos me çu den masën ku i pëlqasin gomat, është vendimi i tyre vëlla. Nuk pat, domthon, më kjo vendos para garës. Po. Shumë para garës. Po. Unë nuk kena pas kërkon asnjë bolidi si vjet nuk i ka pëlqit gomë, nëse s'u ka shpërtyer. Në kuptimin që u harxhuam mi pëlqit sikur ta Hamiltonit që i pat pëlqit në Silverstone pe harxhimit, edhe pa të kry garën me tri goma. Si vjet nuk ka ndodhur. Domethënë kemi shumë gomat më të çndrueshme, më të mira. Që ky vendim i fjes për mua është goxha i çuditshëm. Domethënë direkt ka pas impakt në rezultat të kampionatit se thjesht McLareni ka ekipa që u gjatë maskesi çfarë situatë. E vërtet. Edhe fakti tjetër që si Lando çat gora ka pas më të keqen si atë. Po, gora më e keq ose pilotimi më i keq si ti u kon në Katar. I ka pas 2 dalje pe piste, pa ku një presioni për në venat ku kërkush nuk bon gabime. 2026-ën, po hekat DRS-i mrapa, po inovacioni është që e kemi një farë lloj DRS-i në mund bolidit në flexat përpara. Pra, tash komanda është që mundën me hap flexat përpara, një pjesë e tyne. Ndryshu, koqa shumë konfigurimin përgjithësi. Është zvoglu bolidi është minimizu, është shkurtu për 20 cm, o ngushtu për 10 cm, është lehtësu për 30 kg. DRS-i për mrapa është eliminu, mirë po edhe ma herët e diskutu me Memlin, ka ma shumë energji për i baterijave tash në pjesën e drejtë. Në thonë, prapë është një përparsi. Përparsi tash me matë me DRS nuk e dim halasë se kemi pa në testime. Mirë po, ka me pas një energji ekstra për i baterijave bolidit që mundën me shfrytzu pilotat, është në kontrolën e tyne, në vijat e drejta, sidomos nëse kalon për 180 milja, që i bjen 270 no. Më thonë, ka me pas një fuqi më të madhe në qëto. Ndërsa prej motorit, ka me konë dikun 500 e diçka kuaj fuqi, po prej baterijave është edhe një 500 që tjetër. Plus, Memri ma kalëzoj shtasëm, nuk e pata lezu, Active Suspension. Pas ka me u këthy mas Kuranal 93 është dalu. Active Suspension është punë e madhe. Williams, ja? Active Suspension. Kur del senat e Williamsi, Active Suspension hekë. Qaja ka myt njërëm, ku është tem... Se 92-ën Active Suspension kanë pru Williams në ulti atë. Edhe u kom prostit e tanë një sezon para se në shku. Menselin 92, po prosti me Hillin 93-ën e kam përdorë. Okej. 93-ën a o kona o hik. Jo, 93-ën u kona 94-ën o hik. 94-ën o hik, për u shku sena, pra, okej. Edhe 94-ën o hik, pak para fillimit 94-ës, edhe krejt boletin konë gatshëm, me Active Suspension kër e kanë hik, ko që kanë pas probleme me konfiguru të në më unë. Që e onë diferenca, dhe më thonë, në aspektin e shpejtësisë në këthesa, presin përmirësim më të madh. Me bëni spikim të vogël çka është Activero është një lloj sistemi që e mon distancën e njëjtë me pistën në çfarëdo pozite. Domthonë, nëse e konfiguron me kohën 4000 metra, çfarë të kamerën gjithë. Që do të thotë kjo skid bloki ose wood plank nuk ka me pas më efekt. Ato kanë efekt. Po shumë rralli bën me prej. Po kemi me pas shpejtësi shumë atë moja të lëvizjes në kthesë. Okej. Unë e edhe një shpjegim tjetër për Active Suspension. Qysh është Electronic Control Unit për engine management. Po. E ka edhe TCU-n për ndrusë shpejtësive, që i kontrollon ndrusën shpejtësive. Active Suspension ka kompjuter të veçantë që bazohet në G-forcat. Edhe G-forca e mon në çdo herë rrotat cilat kanë më shumë grip, që ato i shtyp ose i balancën më drejt. Edhe këtë këto jena të folë për 6 deri në 10 milisekonda. A dalim tash të një shmoj, kur jo kam këto pa e projektimin. Lewis Hamilton, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari. Ase kishif. Dëqysh tipi është kamëllimës është të hjek atë. Mi po, nuk është se nuk e ka ditë që është kam e kalu. Thjesht Ferrari, unë nuk e di, silën si kur një ekip ku nuk janë të interesum
ku me ditë sa me fitu titull, ose me garu për titull. Janë komod çatë ku janë? Janë shumë komod çatë ku janë, FIA i trajton kështu e kanë i trajtim të veçantë ndaj tyne, për shkak të marrëveshjes të mëhershme, edhe me Hamiltonin kur e morën ke okej për ta se u rretën aksionet e kompanisë atje, gjithë kanë të kënaqur deri në gorën e Amerikës kur ran aksionet edhe ke reagimi i parë i John Alconit ose CEO-s të Ferrarit që filloi mi qortu publikisht këta pilot vetëm të ju thonë më falni më pak e vëzitni më mirë. Kështu kur e sheh një reagim tillë një shefit të një kompanie të madhe është përkeqësardhje se vren që nuk ka komunikim të shënosur, nuk ka organizim të shënosur në asaj kompanie dhe unë mendoj që gjithçka është ndruar Ferrari kohëve të fundit përveç John Alconit. Edhe nëse është dikush problemi është ai. Meritor është ai. Nuk është as Hamiltoni, nuk është as Leclerc, nuk është as ky shefi i ekipës është Fred Vasseur, as nuk kon Mattia Binotto që është kurban i John Alconit. As ai arriva bene që kon para. Bile arriva bene u kon lule dritë. Për ndryshe janë ekipi që kanë djeg më shumë të italien këta për 15 vjet. Vish për numër Alonso, Raikkonen, Vettel, Leclerc, Hamilton. Këtë janë top vëzica botnore. I ka djeg në 15 vjet të fundit. Përveç Raikkonenit kërkosh tjetër titull s'ka fitu. Jo. Raikkoneni ka fitu tamam kështu me meritë. Jo, po them përveç atij titull s'kan fitu këta tjerë. Mu më pëlqen Raikkoneni se është i vetmi që nuk ka tentu heqmi për shtatë në muhalifëve që i kanë. Po. Ai ka dhënë punën sa vetë. Kanë të rregulla të mëdha se përse ata i kanë thonë Hamiltonit, Vettelli, këshilla e Vettellit, për ndryshe ndaj Hamiltonit para se me shkuën Ferrari kon mësoi italisht. Po, se për me ditë çat pres. Çashtu ec puna aty, po. Do të më ditë italisht. 2026-ën bëhet ky ndryshim i madh i rregullave. Sa herë janë bë historikisht ndryshimet e mëdha të rregullave, kampioni fuqi gjithmonë ka hongër. Po unë mendoj se logjik shumë thuhet që fokuson në titullin kampion dhe nuk kanë mundësi me zhvillu bolidin e ri. Se nuk ka kësi nuk ndodhin Merkullina në F1 që mbrana natën, nuk ka ndodhur një herë në 2009. S'ka ndodhur më. Nuk ndodh më. Edhe me ndrimin e rregullor zakonisht ato ekipe që kanë filluar më herët me punu në zhvillim edhe ndërtim bolidit të përshtat rregullave të reja, ato zakonisht sportin von. Është pikpyetja e madhe kush ka më kon. Atë se kemi plot lojtar potencialisht të mirë. Unë e shoh Audin kandidat, edhe pse është ekip që ka më debutu në F1, në shto tipat mund më konë shumë përpara se ka inovativ. Po ka ndryshime të mëdha ju nuk besoj që ka pas ndryshime teknike mëdha, po jo çkaç. Sa ka me pas tash. Për shembull kemi ndrimin edhe Bleandi përmendni edhe dimensionet e bolidit, ndrimi edhe e gjerësisë gomave. Po. 18 që mesin, po janë më të ngushta. Po. Hiekën tire blanket, sa të çebet që i nxejnë, ngoba s'kamo me i nxej gomat para se me i vendos piston domthon. Kemi lënë çfarë temperaturë që kanë me shku me i marr gumat. Do shkojnë gjiro 1 2 3 këtyne gomave hard ju dashin si vjet 3 gjiro për me rrit temperaturën e lemos o komi do është tjera. Po. Tjetra është që pavarësisht kë motori ka mu hek MGUH ajo njësia që e ka MGU-ja. Po. Jo, e kon turbina është e ka pas u kon edhe elektromotor. Von turbo spool nuk ka pas, u kon momental, moment që ka dhënë reagimi u kon momental i shtypjes se kanë pas fuqinë me njerë. E tash? Tash e ki klasik me turbo spool, është turbinë klasike pa sistem. Është motori me djegje të mëdha. Nuk ta kop domethënë me njerë. Ja. Ta kop vetëm nëse përdor asistim edhe këtë baterinë, energjinë po bënej fuqinë që e merr prej gjeneratorit, prej rrymës. Po. Ajo e mbulon pak. Mirë, po është edhe një problem tjetër. 50% e fuqisë është prej motorit me djegje të mëdha, 50% e fuqisë është prej baterive dhe prej elektromotorit. Tash, shumë ka me kon problem menaxhimi i çasaj energjie
gjatë garës. Se ti mësh me përdor, po e harxhohet. Nuk kime mujt Që shkime mush. shkime mush nëse ti jet me naj moment garës me zero energji në bateri, kime kon me gjys fuqie. Po. Veç me fuqin që ta jep motori. Që i bjen edhe një peshë e madhe, është për një krate vozicave për me menaxhu qëto. Që ka me konë e re, shtesë. Kjo ka më shprej. Kjo është super risi, domethënë kjo ndryshon komplet. Si vjet kemi në 2026 kemi pas dallim shumë madh mes kohënave në kualifikime, që kanë dispozicion komplet çat fuqi, brenda 1-0. Me space. Edhe me kohënat që kemi pas në garë. Se ata duhet Po si tani duhesh me menaxhu. Po. Është edhe është edhe një limit tjetër ose një kufizim tjetër që ka vendosur FIA sa i përket shpenzimit të karburantit. Teta që kemi pas me peshën e caktuar të karburantit sa kemi pas për një garë. Po edhe fuel flow, edhe motjen e qarkullimit të fluksit karburantit gjatë xhirove. Po. Si vjet motet energjia e lirume e djegjes karburantit në kilojoule. Më është haloma e komplikume për me u mot. Kjo është tash fell statistika edhe ekipin. Kjo rritet numri me senzorave aty në bollit. Punon me shkencëtar në laborator. Mirë është. Po ashtu kena pas në gora që në vorë vlo, edhe matematician, për shembull ajo race strategist i Red Bullit që deventualisht asaj do të më atribut do fitoret Maxit, janë për shkak të thirrjes së saj. Çfarë më emrin? Ajo Hannah Schmitz. Ajo me profesion është matematicien dhe bilim duket është e kësi çushja ka kalkuluar ajo. Sakt, ajo në Koreale, kur thirrjet gabuar nuk gabuaj njëri. Është e pabesueshme. Ja kanë nxjerr gara. Leran. Kush 2026-ën? Për ekipive për vozicave. Aston Martini është kandidat. Ja, po them për ekipin. Ekipi fitues me çdo ndryshime të mëdha ka mundësi me mos me konë udhësh. Është ora për McLarenin që ka bërë 1000 pikë. Po. Krahasu me tjerë. Mirë, po nuk mund me ra shumë. Secili prej ekipeve e kanë departamentin zhvillimor afat gjatë ose afat mesëm. Tash veç varet kush sa ka shumë të angazhuar. Secili prej tyre kanë punuar për ndryshimet që në ditë që po vinë. Unë mendoj se prap Ferrari me Red Bullin e Mercedesin kanë me konë top 3. Unë mendoj edhe McLareni mund me konë se McLareni e ka ndal çdo zhvillim me të tjeshëm motorit dikon para pauzës verore, para Hungarisë. A ka me Mercedesin halo? Po, ama ata kanë përveç që s'ka me pas më update në motor, pej qasaj koha për shkak se kena u fokusu me punu 2026. Viti 2026. Kjo e bën pak ma të paparashikueshme se kush ka me konë në ato mirë po. Ama me këshur kështu në aspektin logjik, në këtë punën e konkurrencës për shembull Mercedesi edhe Ferrari kanë mujt me pas duk shumë ma shumë kohë. Ferrari u koni i pari që ka fillu me punu bile ata kanë fillu. Që ata kanë po vetën që qënë kërkan fillim. Ata kanë pas fillu me punu në bolit 2026 dikon në fillim të vitit 2024. Njëtë në kohë kur paralajmëruar që Audia po vjen në fnje, ata në qatë kohë janë konë të punu. Mercedesi po ashtu u konë të punu, i vetmi që nuk u konë i fokusuar në bolit 2026 Red Bulli, për këtë me top ekipe. Po ata po të problemet mëdha të mërshme. Ata kanë pas probleme të mëdha, ata dul. Edhe ajo ka arsye. Ka dal Adrian Newey, dulej shefi i Audis që kon ajo kon i punsuar atë. Edhe largimi i Hornerit u kon për mua kozoj çuditshëm. Po ndryshe budget cap kanë 15% më shumë vitin e ardhshëm. Ma pak para po? Më shumë para. Më shumë. Se ju kalon dënimi. Jo, për këtë inflacion. A për këtë 15% kanë më shumë budget. Okej. Për testimin e zhvillimit. Ta patën dënimin, Red Bull e pa dënimin mund tunnel shoku i te kalimit buxhetit. Po, ma nuk ndikoj komedi sa të ta, në atë kohë kanë pas atë Njui që vetë kon vend tunnel. Ja, ka kompenzuar kredin. Po. Ti vjen vetë simulator, vetë. A mundet me kon Aston Martin në rrezik vitin e ardhshëm?
Po më i suksesshëm? Po. Qëra ku të është Adrian Njuaj gjithçka është. Edhe Alonso aty bile hiç nuk vjen. Alonso, po më intereson Alonso, do me vazhduar. Po. Kontrolle. 44 vjet i bën vitin kanë. Vitin ashtu. 44 Rekord. Ja. Që ky djali Menselli ka gort fitume ndokët. Jo, në Adelaida është gara e fundit me Menselli 42 vjet apo. Qëra ku kam rri puna, që ky Lindblad që ka me debutu në sezonën e ri për 2006 është ajo 2007. Nuk u kolla si lindun kur ka ngaruar Alonso. Mëna kur I ka pas titujt Alonso. Titullin besa, po. Alonso ka titujt e vitën 2005-2006. Sokoni lindën Haveri. Tash njoftohet me Alonso. Matrise debutimi I Alonsos janë edhe Antonelli, Lawson, Bortoleto, krejt janë 2003 tek ne. Alonso ka debutuar në 2001 në Vjenjë. I madh. Ku e? Çfarë? Domethënë unë mendoj që ky njeri shoqënia në fund do të më pas respekt për to, veç për dy arsye. Për vullnetin që ka me qëndru hala në fnesh, edhe gjendjen e tij fizike se kjo ja mundson. Fizika është konstant më I mirë se secili teammate që ka pas kudo në çdo ekip. Unë jam I bindur që me pas Alonso me një bolet më të mirë, me një bolet konkurrues, ai kish më qenë hatashëm. Pik probleme edhe vitin e kaluar edhe para 2 vjetë, 2 vjetë e fundit. Aston Martin mas vetë. Atraksionet më të mëdha të kampionatit ne ka jep. Po. Për 40 vjet njëri. Me kërë ju fitus. Loftar aksat dush. Kur ke McLaren që po të konë shumë I dop para 2018-ës. Që as në top 10 që s'ka? Që e bëj ke kolonën. Po, kur orë në rrisë, orë në 18 në 19. 18. Çfarë ka pas krizat, e vërtet. Për ndryshe, disa për artikujve që lexova kanë komente pozitive në aspektin e Norrisit, pavarësisht çka ka ndodhur që shu bë kampion. Është konsistenca e tij dhe besnikëria e tij ndaj ekipit McLarenit. Po besoj, pozitave 17-18. Pell brenda, po besoj që Zac Brown e ka një vetën borxh në aspektin që Lando ka qëndruar në çato far krizat, edhe nuk u largua edhe pse ka pas potencialin ndoshta për një ekip më të madh, ose ndoshta na nuk e dim, po ka pas edhe oferta për me marr Landon, ai ka qëndruar. Po besoj që vetëm shpjegim logjik në këtë rast nëse McLareni ka ndihmu kaq shumë është ç'kjo. Kjo s'ka siguri, asnjëherë mirë po në fund. Po jo, vlejti definitivisht. Nëse ju kujtohet pak, kthehemi në vitin e kaluar, në 2024 në garën e Hungarisë. Ju po të kërku pjesët me lëshu pozitën e parë Norrisit me kërkesën You Will Need Us. Andrea Stella ka thirr sa pozitën You Will Need Us, domthon. Sakt. Jemi në borxh të te. Jemi borxh të te. Tash, ata nuk e kanë llogarit asnjëherë që Piastri ka më kon në çështje pozite. Jo, ka më kon në ritën shumë më të mirë se Lando. Se e kanë llogarit për marrmi një rookie për kro Norrisin nëse eventualisht vijnë ngor për titull. Mirë po. Norrisit ju kanë dashur 5 sezona në McLaren me fitu garën e parë. Piastri ka fitu sprint në sezonën debutuese në vitin 2023 kur Max u kon edhe Red Bullin kon UFO. Sakt. Bahrein e ka fitu flag to flag. Edhe që aty ju kanë bu njerëz dhe sytë. What? Korsi, me njëherë e kon hype, po që unë po ta, pavarësisht krejt çka u tha, unë veç një shembull, për shembull e shoh qasjen e duelit Max Verstappen, edhe Max Verstappen Piastri, edhe Max Verstappen Lando Norris. Qasja e Maxit ndaj Piastrit është komplet tjetër në krahasim me Norrisin. Norrisi nuk e bën hesab. Lun me to në momente caktuar. Te Piastri është shumë I kujdesshëm. Po të njëjtën kohë Piastri është më ndryshe në luftë me po, ama po flasim për një pilot që ka fitu 4 tituj, domethënë ty qasja ndaj një konkurrenti tjetër kallzon që këto ka diçka pak më shumë. Tjetër luftë jep. Piastri komplet të luftë. Absolutisht po. Si shembull ngjashëm më marr edhe Russelli. Russelli është për shembull kit tjetër në duel ose në luftë me Maxin, tjetër është me Norrisin. Pele shpesh po garën e fundit kom menu nëse vjen puna që pozita e Russellit me vendos kush ka me kon kampion, ka me vendos me favorizu Norrisin, me alçuna I pozit, veç
me mujt Maxin dyqysh ose me ndiku në rezultat se ka averzion ndaj Maxit, ka target Maxit në Rosjellit të punë. Gjithë kampioni sa i më i mirë është target me mujt, secili pilot në fnesh ka qef me mujt Maxin së një me qa të kallëzën diçka. Amo ndaj Rosjellit nuk është që është shumë i bindën edhe Toto Wolffi. Toto Wolffi ka llogarit diçka tjetër ka diçka në karakterin e George Russell që Toto Wolffi nuk e bind shumë me thonë po hajde. Të kthejmë pak në perspektivë Toto Wolffi në fëmijë. Shumë dyre lon çel. E ka pru Russellin vet. E ka pru në Masporin Williams. Tjetër vetë është menaxher i Russellit. Edhe kur e ka pru në Mercedes, e ka pru me zëvendësu Hamiltonin. Bile ky vendim i tij u kom para gorës të Abu Dhabit. Vendimi për me pru Russellin në Mercedes u kon në 2019. Po. Hamiltoni nuk ka konvenu kursesi. Absolut, bile ka në momentin më të keq mund shumë për Hamiltonin, Russellin në se ka bërë konkurrent. Ndodhi bashkë në atë kohën kur Hamiltoni kështu u thy. Po. Edhe u shok në atë kuptimin si pilot dhe si njeri me humbjen e titullit në Abu Dhabi. Ajo ka ndiku për më dhe impakti se kalon më këfjell. Nuk mund njeri normal nuk mund është më këfjell në qësë situate. Bile one menoj që mas mirë të ka menaxhu Hamiltoni që të farë në kush do tjetër nuk i shkon në fnjesh. Ose e kishton kështu demonstrativisht krejt e fnjishën në ishdol me bërë diçka tjetër. Tash në 2022 ta keni deklasim i Hamiltonit gati në çdo sesion pe Russell. Kur ardh ky Kimi Antonelli u pa që nuk është Russelli ku më ditë so. Antonelli pavarësisht që është këtë bashkë kështu fillestar, gorat e fundit filloj me kap një farë ritmi, filloj me pas një farë maturie ose edhe një farë që po thonë një pjekuni se që ky stinor për 24 gora gati mbrana stinorit të vish fillon me u pjek. Ashtu të njëjtën e ka pas edhe Isaac Hadjar që më menoj që këta dy janë debutues më të mirë çdo 10 vjet që kena pas në herë në fnesh. Ju falenderoj të dyve. Është e knatësi. E nesëm për 20 minuta, po kur folet për fnesh tash 20 din ku përfundon. E pa mundur më nal tu. Kthesa ndjoh, kthesa të moj DRS. Beni Morina, faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Deranda Sonaj, faleminderit shumë. Knatësi. Kemi me diskutu kur vinë ndryshimet pak e plotë ndryshimeve, kemi me diskutu prapë. Besoj e shohim nëse do të ketë ndryshime në gred ose diçka tjetër, po si do të jetë. Presim me pas ndryshime. Po, presim me pas ndryshime. Faleminderit shumë për sonte. Faleminderit.